Pas shumë vite shpritje, lutjesh dhe shprese, zemra e Safete Metajt nga Gjakova sot rre më fort se kur. Në moshën 50 vjeçare, ajo ka përjetuar bekimin më të madh të jetës së saj, duke u bërë nën për herë të parë. Safetja rrëfen se momenti kur mori lajmin se ishte shtatëzën, ishte gëzimi më i madh që kishte përjetuar ndonjëherë. Një qas që mbushi shpirtin me lot gëzimi dhe shpresë të re, pas një rrugëtimi të gjatë në kërkim të ilaçit të ëndrrës së saj më të madhe. Sot çifti nga Klina jetojnë ditë të mbushura me dashuri të pafund, pasi në shtëpinë e tyre më në fund dëgjohet zëri një foshnjeje. Vajza e tyre vogël, të cilën e kanë quajtur Shkurta, ka ardhur si një bekim i çmuar, duke i kthyer çdo pritje të dhimbshme në gëzim të pastër dhe duke i dhënë familjes kuptimin më të bukur të jetës. Ju është që dëmo me shumë ty, mashallah, shumë zemët. Ja. Ju që ka jeme, ju. Ju rrëq me prendë zot me vlama o përna me. Që ju më le, zemën, nësë ju të rritë zoti me prenda min me vlama zot me. Ju. Unë ndjenja ma mira, ko atë qenë për mu, ku im konë në atë vendin që kom të regu, në Qipra. Kur kom marrë në Kosovë, të nëshë kom dëgju si kom bëhe një farë analize për test fëmis, edhe kom nisim kanë të një 7 zonë, jem befasu i mjetë asë këne, asë anej, se kom besuë. I kom të regu burë qështoj në jetë si mes me ditë e ditë shka, asë kem ditë më gëzu, asë më i dhënu, dëshimt. A shumë e më kone emocionu në adin, se prej të sha jësë të djenis të Zotit nuk e vonë për kërkan, vish nga si gutëm shumë, se Zotit kush i ka, ja lasht kush i ka, Zotit ja qovë dhëratë si mu, amen. I përshëndes gjithë statë spitalit Gjakovës, i përshëndes Shqipran, mas parti, e përshëndes burën ta mas shumëti, se kujdes për mu interesu shumë, edhe për veti dhe për mu, si nga bo prind. E përshëndes dhe vajzën time, se është ardhur në jetë dhe ratë e Zotit, me emrin Shkurta, e gëzoft emrin e gjyshës vetë. Inshallah Zoti me i vla mrapan, amen. Amen. Edhe kush i ka, ja lasht Allahi, kush i ka Zoti, ja qoftë, amen, dhe ratë, së kur muhe. Ta është ndryme, a ju ka ndryshu jeta, ta është dhere ta është dhe më thënë s'keni pas fëmi? Krejt ndryshe jena, ta është ma mirë na do këtë, ma të qetë, ma ndryshe, ma që shqitën stuti si ma ka të pikë dikush me ma përqitë më prehën temin, si jo si e kom po vetë filta, din që më thonë, po më do këtë më parë për Allah t'i kofshin falë, ta prapë, pa prit pa kujtu, më do këtë shumë mirë, e shumë e gëzushme jam, shumë emocionune, hala jam. Po, a keni shpenzu shumë financialisht? Po, vëlla kena shpenzu të lypës edhe na me mundësi, që me thonë, të lypë, adin të me na ndimu dikush, adi për i fëmi, Zotit i kofshin falë, edhe burri pak për nëjë këtë qështu në mundësit e veta, se dhe kënë ngosht të djallë hastreti pak kërkan familjes, veç kjo është. Po, cila kish me qenë porosia për qifte që janë në vazhdimësi të kërkem të fatit për me pas fëmijë? Ne e Zotit i lutem, ajo si s'ka fëmijë Zotit, amen, i adhërov të kërmue, qifte fëmija e gjdo kujnë, mes me up shpresat për Zotit mas parti, atër tjertë një ma qartë janë, me ahup, kërkuj si ahup, se Zotit është i malë. Nin e më shemu e gjdo kanë, së këm ka gëzu mu, i gëzov Zotit e gjdo kanë, amen. S'po di qa me thonë të është ma ndryshe. I respektoj tonë, e respektoj edhe burin ta mas shumë, të se interesu gjithë kam ka qu, ka prit një thmi për të ardhjen tine atë që mo. Mune ma shumë më gëzu për burin, se më gëzu për veti. Për mas shumë ti në botë, më ka rëgzimi ma i madhe me cjenë, kom pas mas shumë ti. Unë s'kom thonë vishka të më falë, Zotë vishë pas sa ka të lakë, shka të më falë Allah, i mirë se më vjenë mund në prehen tem, e të burrit tem. Shumë më gëzunë ma shumë për burin. Si të shadë mësë me ndodhë dhe shka di me mu, unë e kom thonë qarë në bunën e burin tam një kello me dirë më shelë kore mi këtu, që si më kone vendosne. Dhe që lesha Zotit, të ishën kushtojshën nësë të vish me Zotin e lesha kofshin falë amin. Kër ma falë Zotit, 7 djemë nuk e në rejqet vajzë me 7 djemë, që
që shalla edhe djalin e kamën e harit e ndjen shpejt. E cilat njanë se s'kan fëmijë i gëzovë Zoti sa ma shpejt si mu. Amin. O Zoti i madh e baba si jam. Që kam ka gëzu mua. Amin. Amin. Zot, falenderoj shumë edhe për ardhin e juve, si keni ardhur. Unë jam vizitu, mua e vajzën time e purin të.